Ja kur I kthyem live në Fan Club, do të vazhdojmë diskutimet e tona rreth largimit të Eglit. Dhe ç'është interesante është që ndërkohë që largimi I Eglit e ka ndihmuar atë në syrin publik, në popularitetin e saj, krejt e kundërta ka ndodhur me Gjesin, ku kemi parë një sër komentesh negative dhe në rrjetet sociale. Kështu që lind pyetja, Francesca, ishte e pritshme që të kishte këtë reagim publiku ndaj Gjesit pas largimit të Eglit? Patjetër, janë njerëz që mendoj që janë ca njerëz që mendojnë ua si ja bëri ai asaj dhe njerëz që patjetër e kuptojnë pjesën që ai nuk ishte shkaku që për mendimin tim, unë nuk mendoj që really Gjesti ishte shkaku e gjendjes asaj kaq të rënduar. Mendoj se ai ka qenë shumë korrekte dhe shumë qartë me Eglin që ditën e parë. Po duhet kuptojmë edhe anën e atij që aty brenda në atë shtëpi trysnia në përgjithësi është shumë e madhe. Ne kemi provuar vetë. Ka momente që je lart, momente që je poshtë. Dhe nëse ti ke mundësi të ndash diçka me një person, një moment afeksioni, një puthje, një përqafim për të ndjerë pak më mirë, është totalisht e lejueshme nëse personi në krah ta pranon. Pra ishte shumë I qartë që kjo është thjesht për të kënaqur veten time dhe për të dhënë ndoshta ty një diçka që ti ke nevojë, por nuk ka asnjë gjë më shumë midis nesh. Fatkeqësisht unë mendoj që Egli ka dashur në veten asaj të kishte diçka më shumë, që na ka ndodhur edhe ndoshta ne femrave në jetën jashtë, në realitet që e mushim menjen që hëse rrugës ky do më doj mua, hëse rrugës do ndryshoj menjen dhe fatkeqësisht është përfshirë pak më shumë dhe më vjen shumë keq dhe është një vajzë me shumë vlerë dhe meriton të ketë në krah një person që adhuron, jo një person që thot ej, shiko se nuk ka asnjë gjë përveç kësaj gjës. Mendoj se të dy kanë qenë shumë korrekte me njëri tjetrin, thjesht aty brenda gjërat bëhen pak lëmsh, gjendja, situata, izolimi. Pra, Francesca mendon që nuk ka asnjë lidhje, le të themi drejt për drejt me daljen e Eglit nga Gjesi. Kështu të ju doja të pyesja edhe mendimin e juaj, si e mendoni? Jo mendoni se Gjesi e ka përdorur Eglin brenda asaj shtëpisë, lidhet largimi I Eglit me Gjesin? Në fakt, unë e kuptoj deri diku Francesca në nivel intelektual që thot, po ndonjëherë kjo afeksioni prekja fizike mund të doj thjesht atë ngrohtësinë e momentit që mos ndihesh vetëm, ama në Shqipëri ka një standard të dyfisht kur vjen fjala për një afrim fizik të një djali ndrejt një vajze që ne kuptojmë më kollaj. Dhe nëse do ishte një vajzë që do puthte një djalë në qafë, që do aftonte një djalë në krevat etj, patjetër që kjo vajza do të kryqëzojë, do të ishte e papranueshme. Kështu që ose ne do ruajmë një standard dhe gjithë lojtarët do t'i gjykojmë në një standard dhe nuk do lexojmë pastaj më këto afeksione as te vajzat si kërkimin e një marrëdhënie, ose do pranojmë fatkeqësisht të diferencën që bën të qenurit mashkull-femër. Unë nuk mendoj që, sepse në shumë momente mbas prajmeve, ato kanë lozur bashkë dhe ato kanë lozur bashkë me një garanci që ne jemi të dy, që mund ta lexosh edhe nga ekrani, sepse kemi parë dhe herë të tjera çifte se si kanë tentuar që të luajnë bashkë dhe për mendimin tim Gjesti ka dhënë sinjale mikse dhe Gjesti deri diku pavarësisht që dukej Egli ajo që ishte më e prirur që mos ta pranonte refuzimin e tij, ajo mendoj që ka menduar që gjithë gjëja po bëhet, refuzimi ka qenë për efektin e lojës dhe nuk ka qenë një refuzim real dhe e ka ndjerë ndryshe. Jo, mendoj që ajo nga afër e ka ndjerë ndryshe. Ina, një kuriozitet që të di mendimin tënd, para se të kalojmë në një gjë tjetër. Loja e Gjesit më e fortë me Eglin krah apo pa Eglin në krah? Me Eglin patjetër. Unë mendoj që ka lojtar shumë të fortë në shtëpi se Gjesti, shumë më strategjik, shumë të fortë me grupe, që do vinë sfida që Gjesti do ngelet vetëm dhe Gjesti patjetër bën atë lojën që mund të jetë shumë argëtuese për momentin për publikun, por për mua nuk është një lojë fort inteligjente që të bën fituesin e Big Brother. Arber? Ndryshe prej Inës, unë fillimisht të thjeshtoj këtë situatë. Ne jemi të prirur me pa dhe kemi pas dëshirën me pa një çift. Do na shprehtu ashtu edhe e gjithë kjo situatë që ka ndodhur I paturohet Gjesit për shkak se nuk na përmbushi egon ton si publik.
Por unë mendoj që... Kush është egoja jonë? Egoja jonë me pa gjestin edhe Eglin të lidhur. Them të drejtën, unë nuk do të ta shija Eglin me gjestin. Zakonisht... Ska qenë dëshira ime. Zakonisht, unë po flasë për ato që... Gjesti duket aq i vogël sa më vjen të turp ta shoh sot jetojmë në kohërat që meshkujt janë bërë princesha, meshkujt dëshirojnë që vajzat të shkojnë nga mbrapa, meshkujt dëshirojnë që vajzat i propozojnë. Pra, kjo është çështja, pra Gjesti në një farë forme është princesha e Big Brotherit. Nëse më lejohet, Jo, princesha Big Brother është thjesht një e ka vibe në shtëpi. Është vibe feminore, se arbrin lutem me radhë, lutem. Mos e çmuro, s'ka influencë tipike emocional nga të cilat në qoftë të se më ndërprisni, po kam probleme edhe me çupin deri në fund, me E dëgjoj se fjalë nga ty. Heshtëm të gjithë. Nuk na përmbushi një ego që kishim ne si publik. Kjo tashmë nuk do të shumë koment edhe në qoftë se tjetri e mohon, dikush tjetër e mohon, është jo real në ato që e thot.